Endës janë shpallë zgjedhjet. Shohim ato të shpallën, kur do të shpallën, pastaj do të flasim, përkundër faktit që ne edhe në zgjedhjet e kaluara kemi garuar vetëm si Parti Demokratike e Kosovës, pa ndonjë koalicion formal me KD. E dyta, pyetja që besoj është mirë ta bëni, më falni për sugjerimin, është ta pyetni Dimal Bashën a e ka ditë që ja përmend emrin, sepse me ju thonë drejtën kur ja përmeni emrin, ai u nxu dyqysh si befasi, filloi me pyet nduket Albelina Haxhiun, pse jo mos se di çka i tha se ishte pak larg, po ai s'jam i sigurt që e ka ditë që kam ju përmend emrin. Po ishte shpërfillja e rodhës ndaj kuvendit e Albin Kurti. Qysh bre që ti kryetarin e kuvendit, mi thonë hajde tash ti bënu ministër. Për çfarë arsye? A je peshman? A ke bo gabim? A ke bo hajgare? Pse jo Dimal Basha kryetari i kuvendit? Jo dini qysh ka ndodhur krejt ajo. Unë kam marrë dhe qëtu para juve, kom bo apel, mos u gëtni 50 minuta pauzë, ta vetojmë një njeri që nuk ju vjen as juve marrë prej tina. E tashti, duket se për ne me e dëshmun edhe me këtë veprim që ka qenë tolli edhe propozimi i tij. Po e përsëris, është mirë me pyet, a e ke ditë? Se nuk jam i sigurt që e ka ditë prej reagimit që besoj keni pa dhe me kamerat mrapa. Një kënej. Ju e dini dhe unë jam i bindën që Bedri Homza ka qenë kandidati më i mirë në garën e kalume. Mendoj që rrethonat vetëm sa janë përkecu në kuptimin ekonomik dhe jam shumë i bindën që zoti Homza do duhet të ishte në kryet kësaj qeverie dhe tash, po me qenë se sa rritëm shpresoj që tjetë në kryet një qeverie të ardhshme, do ta diskutojmë më njëherë pas balotazhit, sepse tash fokusi, që them drejtën i partive politike është që të fitojmë këto garat që na kanë mbetë për ta konfirmuar edhe fituarën tonë në zgjedhjet lokale, me qenë se po përsëris jam jashtëzakonisht i nderuar nga besimi i qytetarëve të Kosovës që Partisë Demokratike të Kosovës ja kanë dhënë numrin më të madh të votave për parti, si vot për asamblet komunale, kemi marrë rreth 187.526 vota, gjë që është rezultati më i mirë që kemi pas paku për mbi 10 vitet e fundit.